Kam dy fjalë për antarët e gjykatës kushtetuese, të cilët janë tërhequr për të marrë vendim nëse duhet pezulluar nga detyra Belinda Balluku apo jo. Ky që është çare pikon është tuneli i Llogaras. Pikon sepse i mungojnë 50 milion euro nga 180 që ka kushtuar, të cilat sipas pak janë në xhepin e Belinda Ballukut. Kjo që bie si karton pas çdo shiu është rruga e sapo inauguruar Qukës Qafploç. Për këtë janë paguar 400 milion euro. E kemi çuar në SPAK për të mësuar sa kanë shkuar në rrugë dhe sa kanë vjedhur këta, por nga ajo që duket, shumë pak kanë vajtur në rrugë. Këta janë tecet Tigri 1 dhe Tigri 3, të cilve nuk u kemi marrë asnjë kilovat energji dhe u japim 100 milion lek në ditë qera, e prej të cilve teci i Vlorës nuk vihet qëllimisht në punë. Ndërkohë, këto janë mesazhet mes Belës dhe varësve të vet, ku paraja publike trajtohet si plaçk e vetëm për punë të ndershme nuk flitet. Tani, pyetja që lind për antarët e gjykatës kushtetuese, pasi renditëm gjithë këto fakte të cilat ata i dinë sepse i kanë në dosjen e SPAK është korrupsionin. Do vazhdojmë ta mbajmë të dënueshëm në Republikën e Shqipërisë apo do ta legalizojmë? Sepse nëse ju mbani në detyrë këtë zonjën që na ka futur duart në xhepat e gjithë shqiptarëve, atëherë ju legalizoni korrupsionin dhe i jepni asaj licencën për të vjedhur. E nëse ky do të jetë vendimi juaj, mirë është që të ndryshojmë kushtetutën dhe ta emërojmë dhe Republikën si Republika e korruptuar e Shqipërisë. Por, nëse jeni aty për të bërë drejtësi, mbështesni SPAK, pezulloni këtë hajdute dhe jepni një sinjal të qartë që ajo të shkojë në burg atje ku ka vendin. Ndërkohë ju që më ndiqni, shpërndajeni këtë video që të sigurohemi që e shohin antarët e gjykatës kushtetuese me shpresën se do marrin një vendim të drejtë.